Jemi të drejtë për drejtë edhe në statusin e të zakonshmit dhe të prershmit Agustin Cien Marini, ndërkohë që jemi edhe në valët e Star Plusit. Kemi jashtë fushës është larguar, të shohim se çfarë ka, është larguar nga loja, ndoshta për të marrë ndihmë nga stafi mjekësor, kapiteni i skuadrës Karakashi. Por sa duket Karakashi është larguar, i dëmtuar. Është një dëmtim i Karakashit sa duket dhe i cili është detyruar të kërkojë stafit që të lërë fushën e lojës. Dhe në vendin e Karakashit është futur Mehmeti, Claudio Mehmeti. Kemi një lojtar tjetër të dëmtuar të skuadrës Beslidhjes. Është sa duket Gjobe. Ka shkuar stafi mjekësor për t'i dhënë ndihmën e duhur. Mjeku Faslia është duke komunikuar me lojtarin, i cili vazhdon dhe është ngritur sa duket për të shohim nëse do të rifilloj lojën direkt apo do të ketë nevojë për një ndërhyrje tjetër të stafit mjekësor jashtë linjave kufizuese të fushës, ndërkohë që stafi mjekësor e shoqëron lojtarin edhe jashtë është Gjobe me numër 34 që ka lënë fushën e lojës dhe në vendin e tij është Alen Sander. Teksa shënohet minuta e 10 e kësaj pjese. Është larguar Gjobe. Dhe vendin e tij e ka zënë Alen Sander me numër 66. Pra skuadra e Beslidhjes e fillon këtë takim miqësor, jo dhe aq mirë, me 2 dëmtime të rëndësishme. Në radhën e formacionit të saj është dëmtuar pak më parë kapiteni Karakashi dhe vendin e tij e ka zënë Mehmeti, dhe tani në minutën e 10 të takimit është larguar i dëmtuar Gjobe dhe vendin e tij e ka zënë mesfushori Alen Sander, një lojtar i ri me perspektivë, një lojtar që e përdor mjaft mirë tokën, lojtar teknik me dhëna premtuese.
teksa luan për krah emrave të njohura si Raboshta, duke mos patur shumë diferenca me lojtarët të këtij kalibri. Ka ndërhyrë aty me tepër forcë Pega. Pastaj është Beci. Mehmeti ka lëshuar një top të gjatë në krah të djathtë të Kruja. Gjithë një Kruja në krah vazhdon aksionin për skuadrën e bez një top i bukur për Raboshtën, por ka ndërhyrë me shpejtësi portieri i skuadrës mike Bojark me numër 35, i veshur me kostum blu dhe gërmat dhe numrat me ngjyrë të bardhë. Ishte një aksion i shpejt i skuadrës Beslidhjes, një dalje nga mbrojtja, i topi gjatë i Temjes, i cili Alexander ka fituar të drejtë një goditje dënimi, pasi ndaj tij është ndërhyrë në mënyrë të gabuar. Goditje dënimi në favor të skuadrës mike të Beslidhjes, është topi kthyer prapa për portierin Myrta. Beci dhe Temja kanë kombinuar disa herë njëri me tjetrin e pastaj topi është kthyer prapa në krahun e djathtë. Është Kruja teksa përpiqet ndërtojë një aksion të formacionit të tij, por pa mundur, dhe tani topi është tek kapiteni i skuadrës Mike Stin. Një ndërhyrje goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidhjes në zonën e mbrojtjes së saj. Njëri prej sulmuesve të skuadrës suedeze ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar dhe para Raboshtës ka ndërhyrë njëri prej lojtarëve të skuadrës mike. Raboshta ka fituar të drejtën e një goditje dënimi pasi numri 13 Sangen ka ndërhyrë në mënyrë të parregull. Mehmeti, Beci, numri 3 Temja e ka kthyer prapa për tek Mehmeti. Topi kthyer prapa përsëri për tek Bega. Nis kështu një aksion i skuadrës së Beslidhjes me shumë pasime. Në krahun e majt Temja, Mehmeti, top i për numrin 2 Alcani, i cili ka pasuar për tek Kruja. Aksion akansase ka pasuar, por ka ndërhyrë shumë sakt njëri prej mbrojtësve të skuadrës, është pikërisht numri 25 Heiberg, dhe goditje nga këndi për skuadrën e Beslidhjes, teksa kemi mbërritur në minutën e 15 të takimit, ku rezultati është 1-0 për skuadrën vendase të Beslidhjes, me gol të shënuar në minutën e 4 nga Raboshta pas një aksioni të shpejt në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës vendase. Topi erdhi brenda zonës, në brenda zonës e 16 metrash, dhe Raboshta, që në raste të tilla nuk gabon, ka gjujtur me saksi dhe topi ka përshëndetur rrjetën, ndërkohë që portieri mik nuk ka patur ç'ti bëj këtij topi, dhe që prej asaj minute Beslidhja u heq me rezultatin 1-0. Kapiteni i skuadrës mike me topin në zotrim Stin. Kemi pasime të shumta edhe nga radhat e lojtarëve të skuadrës mike. Aksioni shpejt i tyre në këtë momente, por
Alcani shumë I kujdesshëm ka evituar rrezikun tek mbrojtja e skuadrës së tij. Mehmeti Akansasa është mbajtur në mënyrë të parregullt nga kapiteni I skuadrës Stin dhe gjyqtari Hamitaj I ndodhur fare pranë ka përduar një goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidhjes dhe ka këshilluar edhe lojtarët e skuadrës mike. Sa duket nuk kemi patur goditje dënimi, por gjyqtarja ka anulluar lojën për të këshilluar kapitenin e skuadrës mike për ndërhyrjen e gabuar që ai ka kryer ndaj lojtarit të skuadrës Beslidhjes Bega. Nis një topi ka përfunduar jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë me rivënje anësore nga ana e skuadrës suedeze Karl Bergs. Siç e tham, është kjo skuadër vjen për herë të parë në Shqipëri, luan në ligat inferiore të kampionatit suedez, por duhet të thonë që është një ekip që në historinë e saj ka nxjerrë lojtar mjaft të quotuar në tregun ndërkombëtar. Akansase ka gjuajtur nga larg, por pa problem për portën e portierit Bajrok, I cili ka dalë e ka marrë topin. Ka një goditje dënimi. Sjecna e ka gjuajtur topin, por gjyqtari ka përshkëlluar për ta ndaluar lojën dhe për të kryer ashtu siç duhet dhe përmban rregulloria goditjen e dënimit. Është në topin zotrim numri 13 Sandgen, pastaj e ka marrë kapiteni Stin, pason për numrin 9 Jim Shidi. Aksion në krahun e majt, ka lëshuar një top brenda zonës. Kemi goditje dënimi, një goditje ballore në harkun e zonës së 16 metrëshit, ball për ball me portën e portierit Myrta. Një goditje, një pozicion shumë I volitshëm, pra është mbështresur. Gjyqtari ka vendosur largësinë që duhet maj, distancën që duhet maj muri nga vendi ku do të goditet topi. Është numri 7 Fernandez, që do t'jetë ai sa duket lojtari që ta godas topin. Sa duket ai do të godas me këmbën e majt, mënyra se si është pozicionuar përballë topit na lën të kuptojmë se goditja e tij do të jetë me këmbën e majt. Të shohim. Gjyqtari ka gjuajtur pikërisht me të majtën, por gjujtja ka qenë e fortë dhe topi ka marrë fluridë të fortë dhe ka dalur shumë metra mbi traun e portës së portierit Myrta. 20 ka kalon në këto moment pa problem për portën e skuadrës Beslidhjes. Kanë kaluar 25 minuta lojë, gjithnjë 1-0 për skuadrën vendase Beslidhja, që prej minutës së 4 me atë gol të shënuar nga Raborta. Kemi një karton të verdh për Alcanin
I cili ka kryer një goditje i ndërhyrje të gabuar. Topi është vënë lojë me një goditje dënimi nga ana e skuadrës mike. Kapiteni i skuadrës ka pasuar për tek numri 24 Stena, është kthyer prapa, pastaj Heiberg ka pasuar për Sundgren, kthim topit prapa. Kapiteni i skuadrës në krahun e majtë ka kthyer në qendër tek numri 25 Heiberg. Krui është në luftim me njërin prej, ka dalë dhe portieri Myrta, i cili e ka vënë topin në nxotrim në time, pas me duar e ka pasuar në të majtë tek mbrojtësi i skuadrës. Temja, Kruja në krahun e djathtë, pastaj Gurbanov ka gabuar në pasim, kanë përfituar miqt me këtë aksion të shpejt nga krahu i majtës sulmit. Me topin zotrin vazhdojnë të jenë lojtarët e skuadrës mike dhe goditje nga këndi në krahun e majtë të sulmit ishte një lëvizje mashtruese njëri prej sulmuesve, por është kuptuar nga ana e mbrojtësit Alcani, i cili ka ndërhyrë me sparkat dhe ka dërguar topin jashtë mijave të kufizuese të fushës në goditje nga këndi, të cilën do ta ekzekutoj lojtari me numër 24 Stena, i cili është tërhequr në distancë vrulli. Grumbull lojtarësh në zonën e portës Lezhjane. Topi nuk është harkuar ashtu siç duhet. Sandgan. Por kemi një topi në favor të skuadrës vendase, është portieri Myrta, ka pasuar për tek Beci, ky në qendër për tek Temja, Mehmeti, topi gjatë për tek luajnë me shumë pasime lojtarët e skuadrës së Beslidhjes. Numri 5 Beci, goditje kemi sa duket një ndërprerje të lojës, goditje dënimi për skuadrën e Beslidhjes është Mehmeti me numër 19, i cili ka kthyer prapa është Temja. Me zotrim topit të Temja, pastaj për tek Beci, ka shumë pasime ndërmjet dy mbrojtësve Temja dhe Beci. Pastaj këtyre pasime është shtuar edhe Alcani. Mehmeti e ka pasuar për tek Alcani, e ka kthyer prapa për tek portieri Myrta, dhe a kanë shanse në krahun e majtë. Reakcion i shpejt i skuadrës vendase, e ka kthyer prapa për tek Temja, por nuk është marrë vesh mirë me Raboshtën, i cili nuk ka kuptuar lëvizjen e Temjes dhe sa duket
Topi ishte mjaft aksioni ishte mjaft i bukur, do të thoja, dhe ideja e temjes ishte, por sa duket nuk është kuptuar ose përkthyer si duhet nga Raboshta, që në një farë mënyrë shfaqet edhe tendenca nervozizmi, por pa e kuptuar arsyen. Raboshta ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar Alexander ndaj njërit prej lojtarëve të skuadrës mike, pikërisht ndaj Fernandes me numër 7 dhe goditje dënimi për skuadrën mike, e cila është Mehmeti, që ka rolin e organizatorit në këtë ndeshje. Luan aksioni shpejt i skuadrës mike, ka përfituar nga një pasim i gabuar i njërit prej mbrojtësve të skuadrës së Beslidjes, dhe sa duket ka qenë Bega që ka humbur topin, por lojtarët miq që kanë përsëri në zotërim topin. Në krau i majt ka ndërhyrë mbrojtja, topi temjes i kthyer për tek portieri, i cili me këmbë ka larguar. Ka Mehmeti, një hyrje e gabuar ndaj tij, dhe goditje dënimi. Mehmeti e ka pasur për tek Beci. Bega pastaj ka kthyer për tek portieri Myrta, i cili me tepër forcë ka dërguar përpara, por kemi një pozicion jashtëloje të lojtarëve të skuadrës vendase, dhe kështu që ky aksion është i pa rregull dhe nuk është lënë të përfundojë për shkak se lojtarët e skuadrës Beslidja kanë qenë në pozicion jashtëloje. Ka nervozim të stafit, të trajnerit të skuadrës e Beslidjes, Plori, i cili është i pakënaqur me mënyrën se si po e administrojnë lojën lojtarët e skuadrës së tij. Kapiteni i skuadrës mike është me topin zotrim. Stin e ka kthyer prapa. Hidberg ka pasuar shkurtasi për një kolegun e tij dhe orienton lojtarët e skuadrës të lënë mbrojtjen e të avancojnë përpara. Në krahun e majt është vendosur në këto momente aksioni i skuadrës mike. Luhet një lojë pa shumë ritëm. Alcani ka ndërhyrë, por kemi një goditje dënimi, pasi njëri prej lojtarëve të skuadrës mike ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar dhe është akorduar një goditje dënimi në krahun e majt të mbrojtjes së skuadrës vendase Beslidja. Nisur në fakti se skuadra e Beslidjes këtë javë, sipas kalendarit, ishte pushim. Stafi teknik me në krye trajnerin Plori mendoi që të mos e bëj pushim dhe
konkretizoj këtë ndeshje miqësore e cila ka një moment i skuadrës Beslidjes e cila përpaksa nuk ka shënuar golin e dytë, ka qenë Akansase brenda zonës, i cili ka marrë një top nga Kruja, ka gjujtur, por ka ndërhyrë mbrojtja dhe goditje nga këndi në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës Beslidjes. Është aty Kruja, ka harkuar me ndërhyrë mbrojtja, ka gjujtur Mehmeti në mënyrë të pasaktë dhe topi ka përfunduar shumë metra mbi traun e portës, së mbrojtur nga portieri Bojarg, i cili është me topin në zotrim dhe përgatitet ta shkelmojat me goditje. Topi është vendosur në zonën e 5 metrëshit me këmbën e majt, portieri ka dërguar tutje vinjës së mesit fushës. Kemi rivënja anësore në favor të skuadrës Beslidjes që ekzekutohet shpejt. Bega në 2 luftim me numrin 8 Jestaj, i cili ka dalë fitues, ka kthyer topin prapa. Në zotrim është skuadra mike Karl Bergs, Heidberg me numër 25 ka pasuar prapa për tek numri 21 Nilsson. Pastaj kapiteni i skuadrës Stin e kthen përsëri për tek Nilsson. Pastaj e ka marrë Heiberg, shumë pasime në zona të ngushta dhe në territorin, po të themi, të tyre. Është skuadra mike në orvatje për të ndërtuar një aksion sulmues, por pa mundur ta bëjë një gjë të tillë. Akansase ka pasuar për tek Raboshta, i cili me një veprim teknik të bukur me findet deshe ta pasojë topin, por kanë ndërhyrë shpejt lojtarët e skuadrës mike. Topi është jashtë vijave kufizuese për të rivënë me rivënja anësore nga lojtarët e skuadrës mike, të cilët kërkojnë të barazojnë shifrat e këtij takimi, ndërkohë që jemi në minutën e 38 të këtij takimi. Vazhdon rezultati 1-0 për skuadrën e Beslidjes me gol shënuar që prej minutës së 4 në fillim të këtij takimi. Është tani numri 7 Fernandes, i cili ka pasuar në të djathtë të sulmit. Topi kthehet për të Siestena. Pastaj edhe ky më pas veprime të bukura të lojtarëve të skuadrës mike. Është atë Sundgren, ka pasuar shkurtasi për Imen. Vazhdon aksioni i skuadrës mike. Fernandes me topin zotrim e ka kthyer prapa numri 13 Sundgren. Pastaj tjetër lojtar është Gerger. Janë disa minuta që kanë topin në zotrim lojtarët e skuadrës mike, të cilët kërkojnë siç tham të barazojnë. Ka gabuar aty në pasim
Gurbanov kishte mundësi që ta menaxhonte më mirë topin e të niste një aksion për skuadrën e tij, por ka tentuar të veproj shpejt, ndërkohë që është nxituar disi dhe ka gabuar me topin, të cilin e kanë marrë lojtarët e skuadrës mike. E kanë në zotërim në rrethin e mesit fushës. Janë 3 lojtarë, është një top i harkuar brenda zonës rrëpsis, po ndërhyn Temja me tepër forcë. Por Kruja nuk ka patur mundësi ta zotëroj topin, pasi ka qenë më shumë se duhet i fuqishëm, pra ka patur forcë. Vazhdojnë të jenë në zotërim të topit miqt nga Suedia. Njëri prej mbrojtësve e kthen për tek portieri. Aksion i bukur me shumë pasime i skuadrës mike. Ka një ndërhyrje të gabuar të numrit 19 i Ejmel ndaj Raboshtës. Ndërhyrja jo vetëm që ishte e gabuar, por ishte edhe në kufijtë e rrezikshmërisë, pasi ishte ndërhyrje nga pas. Dhe Temja ka vendosur topin aty ku shkaktua goditja e dënimit, e ka kthyer prapa për tek Beci. Pastaj përsëri Temja, Beci e kthen prapa për tek portieri Myrta, i cili e ka pasur për tek Mehmeti. Kruja nuk ka arritur ta zotëroj topin ashtu siç duhet. Alensandr ka pasur për tek Akansase, më pas Raboshta. Në dy luftim me numrin 5 Geiger. Pra duhet thënë që pavarësisht aftësive që ka në individualitetin e tij, Raboshta duhet thënë se pesha e viteve e ka bërë punën e tyre dhe në dy luftimet forta në jo pak raste dalin fitues lojtarët kundërshtar. Ka një ndërhyrje të gabuar të Alcanit, i cili duhet evidentuar faktin se është i vetmi lezhian që është pjesë e këtij formacioni në këtë ndeshje, pra është pjesë e formacionit Beslidhjes në këtë ndeshje. Ka si në këtë edicion, për vetë objektiva që ka klubi, kemi në përbërje shumë lojtarë cilësor. Aksioni bukur i Raboshtës, si topi nisur me mjaft për Gurbanov dhe 2-0. 2-0 për skuadrën e Beslidhjes. Në të vërtet ka shënuar Gurbanov, por merita ishte e Jasmin Raboshtës, i cili pasoi një top shumë të saktë, pasi fitoi dy luftimin me një nga mesfushorët e skuadrës mike, dhe teksa pa u daljen të lirë të Gurbanov, e ka pasuar topin dhe skuadra e Beslidhjes në minutën e 56 minuta pa përfunduar pjesa e parë, ka shënuar golin e dytë. Pra 2-0 udhëheq skuadra vendase Beslidhja. Gurbanov në minutën e 40 Gurbanov pra Raboshta ka parë daljen
e Gurbanovit në mesin e fushës dhe ka pasuar. Gurbanov ka ecur bashkë me topin, pastaj shmangur disinë të djathtë, ka parë dhe daljen e portierit të skuadrës mike dhe ka gjujtur nga krahu i djathtë brenda zonës së 16 metrashit dhe ka shënuar golin e dytë për skuadrën e Beslidjes, pra që prej minutës 40 skuadra lezhjane udhëheq me rezultatin 2-0. Ka shënuar minutën e 4 të Raboshta dhe tani minutën e 40 është Gurbanov, i cili dyfishon rezultatin dhe sa duket ky do të jetë edhe rezultati me cilin do të shkojnë skuadrat në dhomat e zhveshje, por gjithsesi ka ende 4-5 minuta lojë dhe mund të kemi pse jo edhe ndonjë ndryshim të mundshëm. Ishte një periudhë kohore për rreth 10-15 minutash që skuadra mike moment i vështirë, por ka përfunduar takimi pjesa e parë. Ka përfunduar pjesa e parë e takimit Beslidja Karl Bergs me rezultatin 2-0 me gola të shënuar minutën e 4 nga Raboshta dhe në minutën e 40 nga Gurbanov. Pra lojtarët do të shkojnë në dhomat e zhveshjes për të marrë udhëzimet e tyre në një farë mënyre për të marrë edhe në analizë nga trajnerët respektiv. Theksojmë faktin se ishte një periudhë kohore për 10-15 minutash përpara se skuadra mike të pësonte golin që ishte ajo që dominonte lojën dhe po e kontrollonte lojën, dhe në kohën kur pritej që skuadra mike të barazonte rezultatin, skuadra vendase dyfishoi me anë të Gurbanov. Pra një lojë do të thoja që u ngjit deri në nivelin mesatar, për të mos thënë se nuk ishte në nivelin mesatar, ishte pak më poshtë nivelin mesatar. U luajt me shumë pasime nga të dyja skuadrat. Loja u përqendrua kryesisht në mesin e fushës. Dhe pas një periudhe prej 15 minutash pushim do të rilidhemi për të transmetuar pjesën e dytë të kësaj ndeshje. Deri atëherë mirë dëgjofshim.